O Allah, në këtë ditë të 4 të Ramazanit, më ndihmo ta pranoj të vërtetën duke jetuar një jetë që të kënaq ty. O Allah, më vesh në petkun e Kur'anit, ashtu që lëkura ime të mos digjet nga hidhrimi yt. O Allah, mi udhëzo këmbët e mia me fanarin e Kur'anit, ashtu që rruga ime të mos errësohet me ligësi. Dhuroju paqen, dhuroju mirësinë e mëshirën atyre që, duke mos qenë vetë fajtore, nuk mund të lexojnë Kur'anin dhe nuk mund të marrin një edukim për t'i përmirësuar jetët e tyre. Nëse ti je i kënaqur, frymëzoje umetin të bëj punë vullnetare në programe që mësojnë aftësinë e shkrimit dhe leximit, atyre që janë me të meta në mësimdhënie, apo atyre që për çfarë do arsye kanë ngelur prapa. O Allah, na mundso ta përjetojmë një Ramazan më të mirë, i lartësuar dhe i patëmeta je ti, o Allah. Amin.